Loredana Brati, ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ka festuar ditëlindjen e saj në një atmosferë festive, e rrethuar nga miqtë e saj më të afërt dhe disa prej ish banorëve të reality show që e bëri të njohur për publikun shqiptar. Loredana shkëlqeu me një look tetë elegant, ndërsa nuk munguan surprizat nga miqtë e saj. Torta festive dhe momentet emocionuese që u ndan në rrjetet sociale. Të pranishëm në fest ishin dhe disa nga emrat më të komentuar të edicionit të shtëpisë së famshme, të cilët dëshmuan se lidhjet dhe miqësitë e krijuar brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri vazhdon edhe jashtë saj. Loredana, e njohur për energjinë dhe karizmën e saj, falenderoi të gjithë të ftuarit për praninë dhe dashurinë që ia dhanë. Ndër të ftuarit, në veçanti u vure Gerta Gixhari, Valbona Mhilli, Xhibani, Egli Shkelzeni dhe Viserlo. Nga ana tjetër, vije re dukshëm mungesa e Jos Markut, ku me sa duket, me këtë mosprezencë të tij, Loredana e ka vënë kapakun lidhjes, ose ndoshta ata po e vazhdojnë lidhjen e tyre në fshehtësi të plotë.